Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Valla më të rëndërume, një gjë e rëndësishme në çdo kohë, sidomos në kohën tonë, që duhet të përkujtohemi është që secili duhet ta njohim veten tonë dhe të jemi të sinqert në raport me veten tonë. Abu Ali al-Warraq, Allahu mëshiroft, ka thonë, kush nuk e njeh veten edhe rolin e tij, do t'i bëjë dëm vetes dhe të tjerëve. Të defekti i njerëzve është se nuk e njohin veten e tyre ashtu siç duhet. Ta njohësh veten do të thotë që njeriu ta kuptoj realitetin e tij, natyrën e tij, pikat e tij dobta dhe të forta, si dhe t'i njeh kufit e tij dhe të cilat nuk duhet t'i kaloj. Ai duhet ta di se në esencë është gabimtar edhe ka mangësi. Çka përfiton nga kjo në raport me krijuesin tënd është se kush arrin të kuptoj se është i mangët dhe se është një krijesë nga krijesat e këtij universi, ku dhe vetë universi është një krijesë tjetër, që do të thotë që je shumë i vogël. Atëherë kjo të shtyn që me njoft Allahun subhanahu wa taala më shumë dhe e ndjen nevojën për të. Po ashtu ta njohësh veten do të thotë ta dish pozitën tënde në familje dhe në shoqëri. Ta kuptosh se kur duhet të flasësh e kur duhet të heshtësh. Të dish se kur je në pozitë kur heshtja është më e vlefshme se fjala, edhe nëse ndihesh i lënduar apo mendon se po të bëhet pa drejtësi. Sidomos në rastin ndaj sjelljes ndaj prindëve. Po ashtu në shoqëri duhet ta kuptosh se në disa momente është më rrugës se të flasë dikush që është më i ditur se ti dhe ti të heshtësh. Ta njohësh veten do të thotë të dish se ku qëndron në dije, në një fushë të caktuar, në një dije të caktuar, e sidomos në dijen fetare. Të flasësh vetëm për atë që di dhe të mos flasësh për diçka që nuk di. Të debatosh me atë që ja vlen dhe jo me atë që nuk duhet. Të mos mendosh se je i prirur për gjithçka. Ta njohësh veten të ndihmon të largohesh nga mendjemasia dhe syfatësia. Se nëse Allah subhanahu wa taala ka bë që njerëzit të duan dhe të lavdrojnë, të kenë mendim të mirë për ty, ata mund të ngritin ty në një pozitë më të lartë se sa që je në të vërtetë. Atëherë kur ti e njeh veten edhe kupton që nuk je ashtu siç po të përshkruajnë, atëherë kjo të bën të jesh më modest dhe përkundrazit ti lutesh Allah subhanahu wa taala që të ndihmoj dhe të bësh më i mirë se sa ata po mendojnë. Po ashtu ta njohësh veten të ndihmon të përballosh akuzat dhe ofendimet. Nëse dikush të akuzon apo të ofendon me epitete të ndryshme, nëse ti e njeh veten dhe ti e di që nuk je ashtu siç po të përshkruajnë, padyshim që do të jesh më i fortë dhe më pak i ndikuar. Të jep forcë me qëndruj pa lëkundur. Prandaj je i sinqert në raport me veten tënde dhe mos e mashtro atë dhe mos e lejo që lavdrimet apo kritikat e njerëzve të largohen nga realiteti yt. Andaj kush e njeh veten ashtu siç duhet, me lejen e Allah subhanahu wa taala do të ecë sigurt në rrugën e drejtë.